Në njësinë administrative e Malëzi është shtuar ndjeshëm interesi banorëve për vaksinimin e fëmijëve dhe të rinjve deri në moshën 18 vjeç. Blerta Bajraktari, vaksinatorja në qendrën shëndetësore Shëmri, bën të ditur se prindit po tregohen më të ndërgjegjshëm për rëndësinë e imunizimit të fëmijëve si pjesë e kalendarit të rregullt të vaksinimit, por edhe për vaksinat sezonale që rekomandohen çdo vit nga autoritetet shëndetësore. Procesi i vaksinimit ka shkuar shumë mirë, vaksinohen fëmijët e moshës 0 deri në moshën 18 vjeç. Të gjithë familjarët i vaksinojnë fëmijët, nuk tentojnë që mos vaksinohen. Çdo gjë shkon mirë, normalisht. Jemi të kënaqur dhe jam të kënaqur me neve që u shërbejmë. Sipas grup moshave i kemi gjitha dozat do me thonë 2 muaj deri në moshën 18 vjeç prap, dozat sipas moshave. Sipas saj, përveç rritjes së ndërgjegjësimit, një ndikim pozitiv ka patur edhe organizimi më i mirë i shërbimit, edhe për rastet kur fëmijët kanë vështirësi për t'u paraqitur në qendrën shëndetësore. Nëse është e pamundur, mundemi edhe me shku, edhe në përfshatra, po gjithsesi më shumë këto në qendër vinë. Këto sa shërbimi më i hapur, do me thone, janë edhe mjetet, matja e fëmijëse, peshimi i fëmijëse, plotësohen ushqyerjet e fëmijëse, do me thone janë këtu në qendër gjitha edhe kështu që më shumë shërbim këto në qendër. Ky shërbim ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e mbulimit me vaksina, sidomos në zonat më të larta të njësisë administrative.